ngjarja që ndodhi me Martinin ka qenë një ngjarje horrori, është e paimagjinueshme të imagjinosh të jesh në këmbët e prindërve të Martinit, por edhe për te i tyre, edhe për ne si prind që kemi fëmijët tanë që fatmirësisht i kemi shëndetshëm sot, kjo ka qenë një ngjarje jashtëzakonisht prekse edhe në protestat që kemi qenë në këtë kohë vjet për drejtësi për Martinin. Ka pas një qasje të jashtëzakonshme nga njerëz të gjitha moshave, jo vetëm ne që kemi fëmijë të vegjël, por edhe gjyshe, por edhe rini. Që do thotë që kjo është një temë që i prek të gjithë, na prek të gjithë ne pavarësisht në çfarë faze ndodhemi në jetë. Kjo është se normalisht gjëja më e çmuar që ne kemi janë e ardhme, janë fëmijët tanë, gjithë secili duke folur në veten e parë për fëmijët e vet, po kur bëhemi gjithë së bashku bën fëmijët tanë. Dhe kjo ngjarje ka ngritur shumë këmbana alarmi për ne si prindër, ose të paktën për mua si anë, ose unë ka pas një perceptim sigurie shumë të lartë për sa i përket shkollave në Shqipëri, por edhe në tërësi në të themi në atë jetën e përditshme sociale që kanë fëmijët dhe të rriturit, por kjo e ka thyer shumë këtë besim, më ka bërë shumë më cinik edhe më ka bërë që të kem gjithmonë një sy hapur edhe me kujdes të mas për të parë se mos bëhet ataja papritur.